Çështja e tretë që ne ndalemi për diskutuar lidhet pikërisht me atë që ndodhi në Venezuelë. Arrestimi I presidentit të këtij vendi, Nicolas Maduro, nga forcat speciale amerikane Delta Force dhe përballja e tij tashmë në drejtsinë amerikane si një person I cili ka qenë I përfshirë në lidhje direkte me krimin organizuar, kartele, le të themi dhësans të këtij shteti dhe që sipas president amerikan dhe ligjeve tashmë në fuqi atje, ky personazh ka sjellë dëme të mëdha Amerikës për shkak të përfshirjes në trafikun e drogës, por edhe të armëve. Por çfarë ka ndodhur? Duhet kujtojmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Shqipëri vazhdimisht kanë ngritur, le të themi, shqetësimin për të luftuar grupet kriminale të organizuara të lidhura me trafikun ndërkombëtar të drogës dhe siç e kemi parë nga SkyCC, ato janë të shumta, me lidhje të cilat shkojnë dhe në Venezuelë, ku dhe nga Maduro dikur pati përmendje të shqiptarëve në kartelet atje, e po ashtu dhe në shumë shtete të tjera ku prodhohet tashmë kokaina. Por diskutimi që ushtroj sonte në këtë emision është se çfarë modeli të ngjashëm apo ndoshta edhe të ndryshëm mund të ndjekin Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë atë që kërkojnë, goditjen e krimit organizuar, që në këtë rast ka përfshirje të shqiptarëve. Prençi, ta nisim së bashku? Ta nisim, s'ka problem. Atëherë, si mendon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuara dhe në Shqipëri për goditur krimin organizuar, a mund të ketë goditje të figurave të rëndësishme politike, modele të ngjashme? Se nuk besoj që do na marrin dikën me helikopter. Spari, unë kam një eksperiencë punë në institucione shtetërore dhe nuk mundët të artikuloj që ajo që ndodh në Venezuelë do të ndodhi edhe në Shqipëri. Nuk e presim. Nuk e presim në atë lloj formati. Por Shtetet e Bashkuara të Amerikës për hir të vërtetës e kanë merituar prej shumë vitesh atë titullin gjandari I botës. E kanë merituar për shkak të vitalitetit, forcës, informacionit, gjithçka. Ata nuk veprojnë pa padur një informacion të hollësishëm. Fakti që ato kishin bërë stërvitje prej 8 muajsh, stërvitje të simuluara me 3 vila të ngjashme të ndodhura në vende të ndryshme dhe kishin aktivizuar në stërvitje simuluese të njëjtat forca dhe struktura që do përdorin në operacionin për marrjen peng të Maduros, ku do të aktivizoheshin mbi 150 helikopter, mbi 22 avion, mbi 14 qendra komandimi mobile aerore me të gjitha të dhënat në kohë reale dhe trupat më speciale Delta dhe shërbimet kishin vepruar prej shumë kohësh në atë rajon e plus që kishin depërtuar që të merren informacione nga shtrati I Maduros. Kur them shtrati, nga shërbetorët që shërbenin në shtëpi. Dhe ky operacion ka qenë I frikshëm. Pra për gjithë opinionin botëror. Nuk mundet këtë lloj operacioni ta bëjë asnjë shtet në botë që ka bërë Amerika. Leri të tregojmë pralla sa të duam ne. Të fusish në por si e ka bërë? E ka bërë se Amerika e din që Venezuela nuk ka ushtri. Nuk ka ushtri formale. Ka paramilitar që I shërben regjimit. Të tillë ka ngrit Chavez, të tillë ka lënë Maduro dhe I kanë përdorur paramilitarët jo për të mbrojtur Venezuelën, jo për të ngritur një strategji të mbrojtjes kombëtare të Venezuelës, po për të shërbyer regjimit për interesat të prodhimit dhe të eksportit të kokainës drejt Amerikës kryesisht. E nëse Amerika ka informacione dhe ka provat pa kontestueshme që ti si president përdor të gjithë paramilitarët që I kenë shërbimin tënd, zbashku me grupet, kartelet e drogës, për të mfutur me tonelata drogë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për ta destabilizuar, edhe qëllimi është me platformë kjo, do ta marrin vesh më vonë. E ka pas platformë për ta destabilizuar Amerikën për shkak të Maduro, po. Jo vetëm Maduro, po edhe shërbim për destabilizuar Amerikën në raport me dërgimin e sasive të mëdha të drogës.
në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra kjo është një luftë e hapur e një forme të re me ato që ka mundësi Maduro. Pastaj më vonë, nëpërmjet inspektorit të përgjithshëm, përtej atyre që kishin shërbimet e FBI-t dhe të CIA-s, ata kishin marrë një informacion shumë të hollësishëm nëpërmjet sistemit bankar, se sa i kishte raportet përfituese Maduro, bashkëshortja, i biri, etj. Dhe ku i kishin depozituar. Në këto kushte, pasi e ka pjekur gjithë informacionin, kanë filluar stërvitjet simuluese në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Madje edhe në disa vende më afër Venezuelës. Forcat Delta, ne s'kemi sa to janë sekret, Amerika nuk i ka sekret, i ka pas edhe në bizë marrëdhënieshit. Forcat Delta? Po, për operacione të ngjashme. I ka patur në shumë vende të Ballkanit. Okej. Atëherë, Amerika pastaj forcat Delta i ka të trajnuar deri për futjen në dhomën e blinduar për të shpëtuar jetën. Pra deri atje që për ndërhyrje në të qindrat e sekondës që edhe nëse ti futesh në dhomën e ngujimit për të shpëtuar kapjes, forcat Delta hapin. Forcat tjera se hapin dot, se s'kan pajisjet. Po ato e hapin për maksimumi 30-40 sekonda. Sepse të tillë operacion duhet të realizosh për të dalë suksesshëm, për ta marrë gjahun edhe për t'u larguar drejt Amerikës. Po të bësh një operacion me pjesëmarrjen e gjithë këtyre mjeteve ajrore, të koordinuar nga më shumë se 22 qendra komandimi, secila kishte në patronazh jo më shumë se 5 deri në 7 helikopter, sipas detyrave, dhe kalonin në kohë reale duke raportuar, duke u transmetuar drejt për drejti. Dhe normalisht një president i Shtetit Bashkuar të Amerikës si Trump ndihet shumë komod kur ushtria e tij, kur forcat Delta të tija i çojnë në kohë reale në shtëpi aty ku banon Trumpi dhe shikon pamjen e një operacioni të zhvilluar në një territor të një shteti tjetër me një sukses kaq të lartë. Shkojmë tani te cenimi i integritetit edhe prava me mbret që po thon ta. Zotri, nëse ti je shteti fuqishëm dhe dikush mundohet të të fuzë gurë në rrota, unë të kapi ku të du. Edhe kryeministri i Shqipërisë ka ngritur satelitën për kontrollin e territorit në Republikën e Shqipërisë për pa lishmërinë në ndërtime dhe pa lishmërinë në kultivimin bime narkotike. Ka ndonjë dhënë satelitore ti? Kanë shqiptarët, Ministria e Mbrojtjes ka ndonjë dhënë satelitore? Le fikim radarët qoftë. Zotri, ne kemi organizuar sipas përkatësive të Ministrisë Brendshme dhe të Ministrisë Mbrojtjes fikjen e radarëve për realizimin e trafikut ndërkombëtar të drogës. Kurse Trumpi ka ngritur një sistem që çdo kartel droge që nihet nga Venezuela për të çuar drogë në Amerikë asgjësohet. E ka bërë publike, mos u nis. Edhe Maduros hiq dorë nga mbështetja e karteleve dhe bashkëpunimi me kartelet. Ka mbi një vit që i thot hapur, publikisht, ndërkombëtarisht. Po kur ti kryen veprimtari recidiviste në interes të kartelëve të drogës, me qëllim destabilizimin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë jam presidenti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë të kapa për të çë para gjykatës. Ai nuk e vrau. E kishte mundësinë ta vriste. Nuk e vrau. Një regjim si regjimi i Rusisë, i Putinit, ose i Kim Jong-unit do ta kishte vrarë. Kurse Trumpi ju tha forcave e dua në qelit e Manhattanit para gjykatës për dhënë llogari për veprimtarinë e paligjshme që bën ndaj Amerikës. Ai nuk e ka marrë sepse Maduro ka vrarë njerëz. 85 njerëz humbin jetën çdo natë, vritën në Venezuelë vetëm nga përplasja e grupeve kriminale. Se është gjithë jeta. Pse dolën populli i Venezuelës duke festuar? Sepse nga ky moment nuk do të ketë më mbështetjen e presidentit dhe të paramilitarëve, grupet kriminale për të vrarë popullin. Okej, faleminderit Prençi. Unë jam pro operacionit, nuk jam në mënyrë kategorike dhe nuk analizoj shkeljet e marrëveshjes ndërkombëtare, të drejtës ndërkombëtare në mënyrë kategorike, sepse jam i bindur që Trumpi është konsultuar me këshilltarët e vet për të drejtën ndërkombëtare.